Doktor Berisha, ti i ke dhënë provat për Shqipërinë. Ti je një burr zotëri dhe unë kam fatin e madh në jetën time që të kam dëgjuar ty. Unë frymëzimin më të madh i ma ke dhënë moshën 6-7 vjeçare. Unë kisha dëshirë, doktor Berisha, që të shikoja televizor. Jam rritur në Laprak, thash. Kam ardhur 1 vjeç nga kampi i internimit. Por gjyshi im dhe babai im dëgjonin lajmet me shumë furi, me shumë entuziazëm, sepse ishte një situatë shumë e vështirë. Ndërsa ti si Luane, si Vigan, i Turesh e Gamozruçit, Skënder Gjenushit, Spartak Braoshet, gjithë kriminalët komunizmit. Ti je një burr shtetas, Sali Berisha. Dhe unë kur sa t'jem gjallë, kur nuk do ta ndal frymëzimin për ty. Unë falenderoj shumë. Deri në fund jetës time unë do jem mbështetës jot. Shumë njerëz ma presin rrugën dhe më thonë, akoma me atë ti? Po, mor, po. Akoma me këtë, sepse ky është një njeri që është i vetmi njeri që mund t'i dali përballë kësaj klike, këtyre kriminalëve që po i pinë gjakun shqiptarëve. Nuk ja kam besën dhe nuk ja kam besimin dhe shpresën askujt më shumë se sa ti. Të dua shumë, Sali Berisha, të dua më shumë se babain tim. Shumë faleminderit.